Mesi i viteve 60 shënon nisme në një plan ideor të këtij kompleksi të mrekullueshëm në rrugën Eliot Engel në Pej, i cili do të jetësohet vetëm në vitet 80 si kopsht i fëmijëve për të funksionuar edhe sot i kësaj dite, por me emrin simbolik Pëllumbat e Paqes. Ato që muj me fol ma qartë është institucioni prej periudhës pas 99-ës, pas luftës, ka kalu në për sfida shumë të rënda deri në momente sa edhe kanë mendu me shu si institucion. Më thonë, krejt ajo periudha e pas luftës e pa qartësive e mos dijes dhonu një transi një institucionit që gjithmonë ka me mbet thelpsori. Në kuptimin se ky është vendi, kjo është çerdhja në plot kuptimin e fjalës që jep themelet e ndërtimit, zhvillimit, edukimit në fëmijërinë e hershme. Janë gjithsej 420 fëmijë të moshave 9 muaj deri në 6 vjet, të cilët aktualisht frekuentojnë në 3 objektet e këtij institucioni me një staf prej 114 punonësish. Aktualisht në 3 objekte funksionale kemi 420 fëmijë. Aktualisht kemi 114 të punësuar në 3 objektet edhe pjesën e madhe të këtyre të punësumëve i kemi në përgatitje për hapjen e 3 objekteve tjera që do të startojnë në shtator. Kështu që ky institucion me fillim të shtatorit do të ketë rreth 700 fëmijë. 6 objekte që normalisht janë investime kryesisht të komunës, po një investim i madh në Vitomiricë është i Bashkimit Evropian, po e na shkalu edhe investimin e Ministrisë Arsimit Kosovë. Njohuri të përgjithshme, sidomos me historinë kombëtare si dhe kremtim i vetëm festave të cilat i shërbejnë informimit të dur të fëmijëve, është misioni i këtij institucioni, sepse vetë fëmia është bukuria e kësaj bote, thot drejtoresha. Duke pas parasysh se vetë edukimi në Republikën e Kosovës është laik, veçania fëmijë është gjëja më e bukur në botë. Edhe duhet rritet, edhe duhet zhvillohet ashtu pastër, bukur, i paprekun, i paprishur prej ndikimeve anash të çfarë do lloji qofsh. Përballë kompleksit të qerdhës janë 3 vendbanime të vjetra kolektive me 50 apartamente si dhe me rreth 50 familje rezidente. Ndërsa ndërmjet tyre një hapësirë relativisht e vogël në shfrytëzim të dyja palëve, ku krahas frekuentimit të makinave të punëtorëve të qerdhës si dhe të prindërve të fëmijëve, këtu dynden edhe kalimtarët e rastit me parkim makinash, duke ngushtuar këtë hapësirë deri në ngulfatje. Ndaj, çfarë do ndërhyri shtesë e cila do të cenonte edhe më tej këtë hapësirë të ngushtë brenda secilës në orë të caktuara të ditës vloi njerëz dhe makina pa numër, për banorët rezident do të ishte i papranueshëm, i papërballueshëm. Ndaj, trokitja në dyert e komunës e domosdoshme për të sqaruar këtë situatë të tensionuar komunitet me insistimin për respektimin e të drejtave të garantuara për qasje dhe lëvizje të lirë në hapësirat përreth objektit të tyre banesor, si dhe me kundërshtimin e ngushtimit të kësaj hapësire me ankesa kolektive, peticione, por dhe me mekanizma të tjerë ligjor në mbrojtje të kësaj hapësire, e cila dyshojnë se mund të jetë ndryshuar në zyrat kadastrale. Nuk e pata qarë që u bëton ky shqetësim për një rrugë që veç e liron një pjesë të qytetit, e rregullon një pjesë, e rregullon një lagje. Është tash një pjesë e banorëve mund me pas të shqetësime, po nuk është kurrë kundër banorëve. Na e kemi nisë edhe do ta përfundojmë ato për të mirën aty në banorëve, po edhe të gjithë qytetarëve tjerë. Sipas dhënësit të komunës, krahas rrugës në lagjin Bukureshti, kjo trase do të ndihmojë shkarkimin e rrugës kryesore, duke qenë së pari në shërbim të vetë komunitetit. Kemi rregulluar rrugën e Bukuresht-Mahallës, edhe kjo bën një zhgarkim të qytetit, edhe kjo pjesa, kjo rruga e re tash prej qerdhës, që e liron daljen e qytetit, qasjen qerdhe më të lehtë për ata prindë që i kanë fëmijët aty. Po është një rrugë ekzistuese që hapet, do të jetë me trotuar, do të bëhet një hapësim shumë e mirë edhe për ata banorë, sepse do ta kenë qasjen edhe në qendër të qytetit, edhe në dalje, se s'ka nevojë marrë usilën nëpër qytet e më dalë, po dalin më një herë aty te ura që 5 metra gjerësia, do ta ketë edhe pjesën e trotuarit edhe shëtitore që do të lidhet prej këtu, do të lidhet ata banorës, ata qytetarët aty që do ta shfrytëzojnë për
ecim, u lidh me shteg të shëndetit, sidomos pjesa mbrapa atje që delte ofër urës e dim në çfarë gjendje është tashmë therra e me. Shpronësimi disa objekteve brenda kësaj lagji ju ka mbill dyshimin për transferimin e qerdhes tek objekte të reja në pjesë të tjera të qytetit, si dhe ndryshimin e strukturës së kësaj lagji me anë të partneritetit publiko-privat, si dhe me hapjen e një traseje të rrugës në përshtatje të nevojave të një biznesi të caktuar. Nuk diskutohet, ajo është prunë publike, është objekt publik, objekt i qerdhes. Po sikur mund të më rrezu një shkollë për me vënë një rrugë, nuk është logjike kjo. Sipas Zekajt, në këtë trase ishte një rrugë ekzistuese, çfarë banorët e mohojnë me bindjen se ka pas ndërhyrje në fletët poseduese në zyrat kadastrale. Na duhet ta kemi të qartë se në atë pjesë është rruga ekzistuese në katastër, ofër qerdhes, është na jemi veç të hap rrugë ekzistuese, kushdo më shumë. Ma herë që të rrugojnë atë vjetrit, tani ajo është kutu bllokuar mshel. Këto janë problemet që na kanë shkaktuar që njerëzit u munduan me uzurpu pronat publike dhe rrugë, janë çutu bo fjalë. Kundërshtimi i qytetarëve dhe përplasjet e tyre me kompaninë punuese sollen tek vendi i ngjarjes kryetarin e komunës. Është hapja e rrugës prej ish shkollës komerciale, ka qerdhja e vjetër e qytetit edhe dalja në Lumbardh. Domethënë jemi të realizu një projekt ka moçëm, kemi shpronësu një 6 prona për me realizu domethënë hapjen e kësaj rruge, e cila e ndihmon një 300 familjarëve që i bin fëmijët në këtë qerdhe, për me pas qarkullim më të mirë dhe mos mu kriju ato tollovit që krijohen çdo mëngjes ose çdo mesditë kur vinë me i marr fëmijët e tyre në qerdhe. Çfarë është bashkëpunimi i komunitetit dhe përse po kundërshtojnë? Kanë pas një hallë se çysh ka me mbet puna e parkingut të komunitetit. Besoj që tash e shpjegum që e bëjmë zgjedhjen edhe për parkingun e komunitetit. Si do të zgjedhë zgjedhjes? Po do të shvendoset për një 3 metra kjo hyrja e qerdhes edhe do të krijohet qasja në rrugë qysh po kërkojnë edhe banorët edhe do të jetë qasja më e lehtë për gjithë ata që i bin fëmijët në qerdhe, mirëpo edhe do të krijohet një lidhje e re prej lagjes Bukuresh-Mahall, qendrës qytetit dhe do të ketë domethënë qarkullim më të mirë. Ne kemi pas problem të theksuar me komunikacionin për gjithë këto vitet, sepse kjo rruga që bjen te ky objekti ka qenë rrugë pa dalje. Dhe nëse llogaritni se në këtë rrugë pa dalje do të futen brenda një periudhës për 1 orë e gjysmë 400 makina, edhe të njëjtat prej orës 3 deri në orën 5 do të futen prapë dhe do dalin. Po, më thonë, po në është kalu as fqinësin këtu që kanë kriju probleme kogja të mdhaja. Ky projekt besoj se ka me lehtësu shumë këtë faktin e këtij qarkullimit në mëngjes dhe pas dite. Edhe shpresoj e uroj që gjithçka të jetë më e lehtë dhe më e mbarë për ne dhe për gjithë komunitetin që jeton këtu afër. Agron Belegu është njëri ndër banorët e këtij vendbanimi, i cili sjell shqetësimet e tyre si komunitet. Shqetësimi i banorëve ka qenë problemi parkingit. Është parapar të mirët kjo pjesë e parkingut. Prej murit ku është duke u ndërtuar, prej murit është parapat 8 metra deri atje. Si kur tish realizu kjo, ne faktikisht as parking, as kalim me makinë s'kishe pas ka qasje për parking. Mirë po, sot ishte kryetari, pak më parë ishte kryetari këtu, biseduam bashkë për këtë çështje. U morë vendim që rruga të filloj nga këtu, nga ky mur e andej në tonë, në atë pjesë, jo këtu. Do me thanë të futet brenda oborit të futet brenda oborit të qerdhes. Nga këtu. Me të kënaqur me këtë vendim? Po, me këtë vendim shumë të kënaqur jemi. Banorët besojnë se kjo marrëveshje gojore do të përfillet në përbikëmëri nga komuna dhe punëkryesi. Ma marrëmendja që po, përderisa kryetari vet u deklaru. Ndoshta do t'i përmbahet aty në fjalëve të veta. Unë nuk e di. Nuk di çka të shtoj. Nëse kështu vazhdon atëherë është tjetër, është mirë, domethënë. Edhe për ne, edhe për përgjithësi. Për shkak që deri tash kena pas të llovit të madhe të makinave, sa që s'kishim as ku të kalonim, as departonim edhe në kom.
shkaku i qerdhes, fëmijëve, shkaku punëtorëve të qerdhes, që i kam parku kerët, makinat, si me thonë, deri me sot, deri aty, çdo kush ka ardhur, ka parku, ka bo, beso në kom e kemi pas vështirë të kalon të futem deri në banesë. Cila do të jetë zgjidhja për parkingin sipas kryetarëve? Tash zgjidhja sipas kryetarit, kryetari po mendon këtu të më bëj një rampë, këtu të vendoset muri, deri atje, vendoset muri do t'jetë dika afër gjysmë metre, kështu tha, atërveç do t'jetë krejt ndryshe, do t'ketë parking edhe për ne. Dërsa në një të ardhme të afërt presin zgjidhjen e problemit të ashensorëve si çdo vend banimi vjetër kolektiv, pjesë të cilëve nga individ të papërgjegjshëm janë vjedhur dhe shitur për skrap. Si përfundimi vjen që banorët mu vetë organizu kanë si pas ligjit me i kriju këshillat banesore, e mandeme u mundu me gjetë zgjidhje. Ashensori, ki problemi përgjithshëm për banorët e këtushëm. Ai ka që të formoni këshilla, domethënë të vetë komuniteti do ta bëni ju si hap të parë dhe pastaj të vazhdoni këtë procedurë me komunën? Unë e kisha bërë si kur të kisha medikant, dhe bashkëpunoj. I pari do t'jem, që do t'a bëj. Ndoshta shpresoj. Hapja e kësaj traseje rrugore në bashkërendim me komunitetin tashmë e pranueshme për të gjitha palët dhe punimet po vazhdojnë intensivisht. Një shembull i mirë ky se si bashkëpunimi i institucione i komunitet sjell tek zgjidhjet e problemeve të përbashkëta për rregullimin e jetës dhe ngritjen e mirëqenies për të gjithë. Se pavarësisht kush mund të përfitojë nga një trase e tillë rrugore që pret një kënd të lagjes për të lidhur dy arterje rrugore të këtij qyteti, fakt është se ajo do të lehtësojë shumë qarkullimin e komunikacion, duke shkarkuar ngarkesa të marramense në këtë hapësirë. Lehtësimi i qasjes së prindërve dhe fëmijëve në kompleksin e kopshtit jetik për funksionimin e dur të këtij institucioni, definimi me anë të rrethojave i hapësirave të parkimit, por edhe i lojrave të fëmijëve për familjet e kompleksit banesor, garantimi kësaj të drejtë të mohuar ndër vite, ndërsa rregullimi i ashensorëve në bashkëkoordinim me komunën mbetet jetik për banorët e këtij kompleksi të vjetër banesor, i cili gjendet pak metra vija ajrore larg parkut kryesor të qytetit, si dhe përballë alpeve tona të mrekullueshme.